Allahu është I dijshëm për gjithçka. El Alim, I gjithdijshmi, është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Ky emër I bukur I Allahut të lartësuar tregon se Allahu ka dituri për gjithçka. Ai di të gjitha cilësitë e tij, të gjitha emrat e tij të bukur, të gjitha lavditë e tij, të gjitha veprat, urtësitë e tij dhe ligjet e tij. Ai I di të gjitha krijesat. Nuk ka diçka në gjithësi që është jashtë dijes së Allahut të lartësuar. Siç ka thënë në Kur'an, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Nuk ka qoftë edhe sa një milingon e vogël në gjithësi, nuk ka qoftë edhe aq sa peshon një milingon e vogël, aq sa një grim në gjithësi që tjetë jashtë dijes së Allahut të lartësuar. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Në një vend tjetër thotë, Allahut nuk I fshihet asgjë në qiell dhe në tokë. Pra e di çdo gjë në qiell dhe në tokë. I ka ditur gjërat para se të ndodhin. Dhe në bazë të dijes së tij e ka paracaktuar gjithçka. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Thot Allah në Kur'an, a nuk e di ti se Allahu I lartësuar e di çdo gjë në qiell dhe në tokë? Të gjitha këto janë të shkruara në libër. Allahu I ka ditur gjërat para se të ndodhin, para se të krijohej gjithësia. Pra ka ditur gjithçka që do ndodhë, që do të bëhet në gjithësi, para se të krijohej gjithësia. Dhe e ka paracaktuar çdo gjë, e ka shkruar në Lauhul Mahfuz. E gjithë kjo është e lehtë për Allahun. Allahu I lartësuar I di edhe imtësirat, edhe gjërat më të hollësishme në gjithësi, gjëra që nuk I kap mendje njeriu. I di Allahu I lartësuar. Dija e njerëzve po të lidhet të gjithë dija dhe njohuritë që kanë njerëzit. Nuk do të jetë asnjë pikë krahasim me dijen e krijuesit, me dijen e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu sigurisht edhe fuqia e të gjitha krijesave është shumë pak në raport me fuqinë e pakufishme të Allahut të lartësuar. Ai është I gjithdituri. Ai në ka dhënë mendjen. Ai në ka dhënë intelektin. Ai në ka dhënë aftësinë për të marrë njohuri dhe për t'i kapur gjërat. Padyshim ai e di gjithçka. Innehu bi kulli shay'in alim, siç ka thënë. Ai e di çdo gjë. Allahu I lartësuar I di dhe veprat e njerëzve. Nuk ka vepër që mund të bëjë njeriu e që nuk e di Allahu I lartësuar. I di dhe qëllimet e njerëzve. E di çfarë njerëzit fshehin në zemrat e tyre. Dhe prandaj njerëzit do të shpërblehen në ditën e gjykimit sipas veprave, sipas qëllimeve të tyre. Allahu e di gjithçka. Allahut nuk I fshihet asgjë. Ndaj njeriu duhet bëj kujdes. Duhet ta di se është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, kudo që të jemi. Se ati nuk I fshihet asnjë vepër. I di qëllimet, I di dëshirat që njerëzit kanë në zemrat e tyre.
Allahu ka përfshirë gjithçka me diturinë e tij. Siç ka thënë në Kur'an, "Wa qad ahata bi kulli shay'in ilma", ai ka përfshirë gjithçka me diturinë e tij subhanahu wa ta'ala. Nusë Allahun të bezdobishme këto që u shpjegova. Allahu shpëlef të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.